Përshëndetje mi mbrëma. Unë ndodhem këtu në rrugën Myslim Shyri në Tiranë. Karashi sot tjetë. Dhe po ta shikoni, qimentoja e trotuarit shkëlqen. Shkëlqen nga shiu gjë e kuptueshme. Por ky shkëlqim ka në vetvete edhe një rrezik të madh, i cili është sipërfaqja e lëmuar e kësaj qimentoje, e cila është dekoruar në formë pllake, por që nuk është plak, ku kemi edhe këto gjethet e pemëve sipër, dhe bëhet një rrezik rrëshitje për kalimtarët, për këmbësorët, të cilët papritmas mund të rrezohen, mund të thyen këmbën, mund të ndrydhin këmbët, sepse jesi pak pa kujdes në këtë pjesë. Më vore që kjo është një gjendje e cila është rëndëm nëpër Tiranë, ku hajdutët e bashkisë natyrisht kanë menduar të gjejnë mënyrën më të lirë për të mbuluar këto punime, duke mos kërkuar të japin zgjedhje të cilat do të garantonin sigurinë e këmbësorëve nëpër qytetin e Tiranës. Atëherë, pamjet që shikoni, po të vini me fjalë ta provoni vetë, poni ecje, do shikoni që këtu mund të rrëshjasë shumë kollaj. Mjafton për shembull një ja, si puna këtu për shkak, shikoni. Ja thot ta vesh këmbën pa kujdes në këtë pjesë që është e pjerrët. Dhe ti mund të rrshasësh si është qafën. Kjo është për moshat e vjetra goxha e rrezikshme, të cilat edhe pse nuk kanë shpejtësinë ecje, mund të humbin ekuilibrin dhe të thyen gjymtyrët e poshtme. Po përgjegjësia e kushtetarëve që ju keni zgjedhur dhe aq shumë i keni për zemër, nuk njeh kufi. Që kjo është një problem shumë i vogël, por që ekziston si problem dhe meriton përmendet. Ju përshëndes, kaloni mirë, shëndet.